Jemi një javë përpara zgjedhjeve. E keni ndjekur fushata elektorale dhe si është dukur? Gjërat më të shëmtuara të një shoqërie rrugaqërore e pa kulturuar, mendje mëdhi, po një klasë politike pa justifikueshme, nuk do të kuptoj nga bijtë kujt janë, çfarë qëllimesh kanë, kujt duan të shërbejnë. Të gjitha gjërat më të këqija që duan t'i bëjnë është fatkeqësi e madhe. Do shkoni të votoni më 11 maj? Unë do shkoj të votoj se kam detyrim moral. Si është dukur deri tani fushata elektorale në Durrës? Me thonë drejtën, e PD-s më ka pëlqyer. Po kështu fushata në përgjithësi për sa i përket premtimeve, për sa i përket toneve që kanë përdorur, ka qenë e qetë, ka qenë e tensionuar. Berisha ka pas qetë. Agresive e ka pas Sarama. Ty fillu quk e kalamojt e ty dal ke plejt ti ka bo budalleqe. Ditën e mirë. Është një politikë që nuk ja vlen me u lodh. Sepse unë për të qenë jam i djathtë ekstremist, po nuk vras një miskoj ose një mis, në kuptimin e plot fjalën. Po është bërë çor politika këtu. Është bërë çor për sa i përket programeve që nuk dallohet më Jo programe, jo mënyra se si veproj. Si veproj? Arrogant, pa kulturë, pa edukat, pa mirësjellje. Dhe mburrën kush e di se çfarë po bëjnë. A e keni ndjekur fushatën elektorale dhe si e vlerësoni? Fare, nuk më intereson fare. Takimi elektoral s'kam qenë se nuk na ka ftuar njeri, vetëm televizorin që ndjekim. Kështu që fushata deri tash e qetë këtu në Durrës, se unë tu banoj. Do të shkoni të votoni më 11 maj? Po, votën time nuk e shkoj dëm. Nga partitë politike flitet, sidomos nga këto opozitare, flitet edhe për manipulime që mund të bëhen në zgjedhje. Mendoni se do ketë të tilla në Durrës? Unë për vetë time jo njerë. Mi jep mua i 5 vjeç ai tash nuk më vlen mua, as tesi miellit, as të më siguroj në një tjetër unë pensioniste jam. Nuk do me ditë për politikën fare. Por dita e zgjedhjeve është shumë pranë, ju do të shkoni të votoni? Jam me 90% për të votu. Do votoj vetëm se duhet me votu, se nuk do votoj, nuk kam dëshirë me votu. Po me që do votoni, nuk e keni ndjekur programin politik të partive që nuk kam besim ke asnjë politikan. Pozitive. Pozitive në të drejtim. Duke pa situatën, pak a shumë si është, them që çdo gjë të shkojë sipas parashikimeve. Ju do shkoni ta ushtroni të drejtën e votës më 11 maj? Patjetër si gjithmonë. Unë nuk merrem fare me fushatën. Do votojmë më të mirin. E rëndësishme për vendin, gjithsesi. E rëndësishme është, po nuk kemi se ç'të bëjmë. Me këta politikanë që kemi në krye nuk janë asnjëri për tjetrin. Duhet të jetë një i ri. Një i ri që ka ca parti të reja që po propozohen dhe po kandidojnë. Okej, po a do marrin votimet? Do t'i marrin votat e dhura? Pas një jave do të shkoni ta hidhni votën? Patjetër që po. Fushata një ndër fushatat më të acaruara që janë pasur 30 vite. Si është dukur e acaruar? Ato shifrat flasin dhe nuk di çfarë. Ju është dukur nga tonet, nga retorika politike, nga çfarë? Nga gjitha parametrat. Ju do shkoni më datë 11 maj ta ushtroni të drejtën tuaj? Patjetër. A është një fushatë e qetë, a është një fushatë me premtime të realizueshme apo jo? Tashti premtimet duhet t'i mbajnë, sepse unë jam pa shtëpi, kam 6 vjet që jam në rrugë. Kam dhe një djalë të smur. Pra ju jeni prekur nga tërmeti 2019-s? Po, jemi prekur nga tërmeti 2019-s dhe jam pa shtëpi. Do shkoni ta ushtroni të drejtën e votës më 11 maj? Po, do shkojmë, se s'do shkojmë. Do shkojmë se s'bëm.